Kjo është një nga pastrimet, një nga... Vazhdo. Vazhdo të qështë pas qaroshe. Është një nga pastrimet e jogës, që është pastrimi i hundëve, shumë i rëndësishëm. Pra mund ta bësh si gargare e ti nxjerrësh pa pasërtit jashtë, pastrohen shumë, është domosdoshme para frymarrjeve, po mund ta bësh edhe nga lart me një pikatore, me nga hundë e nxjerr e bësh tim kap, i pason. Është i mrekullueshëm edhe nuk ka për të ftofën ndonjëherë. Kush e praktikon këtë, haro e ftoft. Fukizon shumë, bile fukizon dhe syt, se po të hedhësh pak ujë me krip këtu, shtohet gjaku dhe syt do shohësh do skuqen pak. Pastrohen. Japim disa ushtryme frymarrje, duke filluar nga frymarrja e plot. Po japim në këmbë, nuk duket më mirë. Në fillim mbushet diafragma, ngadalë, pastaj krahërori deri tek klavikula të lartë. Kur nxirret fryma, nxirret në diafragma, krahërori, klavikula poshtë. Krahët mund të mbahen këtu, nuk mbahet fryma, thjesht merret dhe nxirret. Pra, mbushesh, nxirret. Ngadalë edhe thellë. Hundët mbahen si tup, nuk thithet fryma me hund kështu. Kjo është shumë gabim, se i pengon. Fryma thithet poshtë, këtu, pra. Ngadalë me vëmendje. Një kjo, prit pak të një. Një, prit. Të ishtë deri në 5 minuta pa pyrë. Janë ushtrime që të shplodhën. 10 fjalla asana është fjallë sa që do me thënë pozicion i rehatshëm. Nuk do joga sforcime gjëra që bëhen shumë. Janë pozicione të rehatshme. Që të rishë sa më rahat. E thonë i mësosh pak nga pak. E këta e bëjmë të shikoj të shikosh. Faleminderit. Rikështu si kam krysh, ka vijet një kam këtu. Duhet kape mrapa. Kështu. Po që më komosh këtu edhe për shpatat. Që do s'kesh probleme me koksite që quhen ato. Kripa dhe ndryshme që rikë të mjëri. Bëhet me 2 krahat. Me 2 këmbët, me 2 krahat. Edhe këtej. Ushtrimi i luajit është pak ushtrim duke si shoktuar, por shumë i do të bëshin për muskujt e fytit, syve e tjerë. Rrihet në këtë pozicion, duhet hapet fillim kështu, e bëjmë këtë mënyra. Mbushesh me fryn, hap gojën, nxjerr syt dhe hap syt sa më shumë. Shumë pasaj shtrëngoj duhet sportu. Mbushesh me fryn,